Tani kjo gjemë që ra dashi, që mendon ti? Në vija që popullat ata kuptojnë mirë, çfarë ndodhi sipas teje? Se shumë thellë duket gjeja. Nuk është, të gjithë e dinin mo këtë që do ndodhë, po jo ka që rëndë. Çfarë ka ndodhë, thotë? Kjo diskutim që humbi ishte e pritshme, por mua më vjen keq që ka paralajmëruar me 26 korrik të 2024, kur do të martesa për SPD për ndryshimin e kodit zgjedhor. Me mbylljen e listave, nëse u kujton, ka mbajtur edhe një salim dhe ka dërguar Edi Ramës, madje kam thënë shprehje të përgjërohet, mos dilë në fushatin 2025 për një arsye shumë të që mos marrësh vota të shumicës të cilësuar, sepse do shkatërrosh totalisht demokracinë, se këtë demokraci, edhe ajo demokracia edhe opozitë tjetër, në këtë formë ashtu, se ndryshe do kthehet OJF, Partia Demokratike dhe Opozita. Dhe ja që fatkeqësisht do të fjalë të cilën kam thënë në gjashtë të 2024. Katër arsye kanë se ka ndodhur ky rezultat dhe për të bindur se kam thënë edhe me strukturave, edhe me guvernimentar, edhe të drejtuesve të Partisë Demokratike. Një e parë, ka të bëjë me opozitën, sepse Partia Socialiste është vetëm një luk, po marrë shumë shumë bidu e kënë nga zona ime, dhe ne opozita jemi darë në prej të tim nga pak ujë, dhe dumi nuk e mund do të përrojë, a kupton? Dhe detyra e Berishës dhe Partisë Demokratike si lokomotivë e opozitës do duhet që patjetër të shotë të shtet, të jepë të kushtet, të bëhet bashkimin e opozitës tërësi me të vetën mundësi që të kishim përballë të majoratës me Edi Ramës. Një e para. E dyta, ishte jashtëzakonisht e rëndësishme parimet ajo me respektimi i primarëve dhe pa diskutim një listë të mirë, kanë të nominuar për kandidat për deputet, të cilët të duhen figura sepse po të garantojnë. Dashi ti me kë u zënsove aty, kë personazh, kë njeri? Po si pas Berishës jam zënësu me i grua. Unë di që jam burë, nuk jam grua, dhe jam burë tamam me... Si me grua, si se kuptova këtë? Po kështu tha, Berishë, kështu tha, e ka zënësu zdonja Qapja tha. Që që ka mu me zdonja Qapja e ka kotën e grave. Unë ka mu zënësoj, a ure Gjuli Baqi. Kandidatë e listën e mbyllur të Elbasanit. Edhe kandidatë e pesashit. Po Qapja këta nga familja Qapja kjo? Po, nuk e di Dashi, duhet ta di më mirë, më duket se ka lidhje me... Aha. Ka lidhe me Qapja Dash? Po ti njeri i forti që aty i fort me forti është këmbyrë. Po ka lidhe. Po ka mbi emër në fisat të qërët të veti që ka, po fisë me sa fitet, do shumë vjerin të vide, dhe nuk dhe mërë me të fortë. Iku kjo. Tjetër gjë. Po, miko im, edhe bashkim të tuar në i herë, miqësorë në gjithë e kemë thënë. Sali Berisha e kishte të pamundur figurën e vetë për shkak të rikthimit për herë 4, 5, si do të shpaktuash, për efektivë proshët, dhe nuk mund të thosh një makinë vjetër politike të Edi Rama me një makinë akoma më vjetër Sali Berisha, kandidati për kryeministër shqiptar nuk janë budallë. Që do të thotë që do të kishte një figurë tjetër për kryeministër që do të unifikimin e gjithë opozitës. Pastaj Federata Opozita vazhdim mozaik opozitës dhe të gjithë diferencat i përmbledhet një figurë unifikuese. Kandidati për kryeministër i opozitës. Dhe e katërta, nga 26 parti që ti ke përmendur Akademia e Sherit, që të tjera të Gjuzë për jashtë, nuk po injoroj 25 parti tjera, por aleat po strategjik, më të kishte, më të mirë, ta kishim spakun, në opinionin e gjithë qytetarëve që e mbështesin, sepse çka që ne kemi deklaruar, kemi denoncuar se ka tetë retorik politike, ndërsa spaku çdo denoncimi jon ku me realizuar në qendrën për çështje penale, pavarësisht se sa meta ka spaku, por ama në futje jo vendim punë gjithë, sikur të tjera data të Partisë Socialiste të Majoratës, do të thotë se duhet ta kishim mbështetur spaku dhe jo ta kemi organizat kriminale spaku. Është të mëshme, atëherë çfarë jemi në politika? Pra këta janë 4 faktorë që quhen e këtë lloj rrënimi të opozitës në këto vite të 11 majit. Dhe për këtë jam i bindur 100%. Po këtë një njeri që njeh terrenin me plan, si çarkut pasarit, dhe e kam thënë që siç e thash 2017 Lut Bashkë, që 3 mandate do marrë si Partia Demokratike dhe këtyre e kam thënë që 4 mandate do merrni, dhe i kam me mesazhe të gjitha dhe kam thënë që 100 veç 30 gram që të muloja unë, Partia Demokratike nuk kalon 10 deri në 12.000 vota dhe ashtu doli. Në një kohë që po ju jep një shifër tjetër, në komunë ku kam lindur unë e kam mundur Partia Socialiste 2021 me 250 vota përpara, sot doli 1.000 vota mbrapa Partia Demokratike. Diferenca, 100.000 vota përpara Partisë Socialiste. Në 100
Po e gjeta në 2017 me 2800 vota Peqini e qova me 7000 vota me vota pavlefshme. E gjeta Beqin me 1800 vota qova me 5800 vota Beqin. Një kohë që përfunduan sot ka përfunduar me 2000 vota si Peqini edhe Beqi, 2000 vota Peqini, 2500 vota përfundoi Beqi. To e realitetet ylli. Pra, në të zgjedhje 5% votat i ka partia, 5% i ka kandidatët. Po të që bën një listë shumë mirë. Me ushtar që njohi terrenin, që ka politike që kemi terren unë apo sa kolegë sigurisht të vishë kjo rezultat. Unë nuk pretendoj që do ta mundja Partinë Socialiste në Peqin, Beq, Gramsh dhe Çarri, po diferencë do ishte 3000 deri 3500 vota në 4 bashki. Nëse sot është mbi 50000 vota. Ky diferencë. To janë fakte, janë cifra. Po. Edhe marrim zgjedhje vitit 2017, 2021, 2025. Dhe po të bëjë llogaritë shifrave, dalin që në moment që një qenë... Dashi, sa mandate kalove ti? Unë kam që nga 2005-a. 2005... 2017 nuk isha në mandat. Sa mandate? 3? 3 mandate kam bërë. Se dhe në 2013 fitova ylli... Se tani ti je relativisht, Dashi relativisht i rije, do merresh me politika akoma, po do t'i thua shaj si këtër kësaj pune. Se, ndoshta edhe lodhet njeri ore, shikoti sa interesant është. Kisha unë Dashejnë këtu, një nga njerëzit që nuk më ka ardhur i që mirë është mos zgjedhja e Dashejt, edhe mos futja tende aty e kupton gjitha, dhe ai e tha në një moment shumë të afër, shketi se ai ishte njeri shumë i sinqert. Tha, se dhe jemi marrë gjithë jetën me këtë punë, tha, nuk kemi ku të vëm tani, gjithë to vite, e kupton? Tani dhe ti e marrë me këtë punë gjithësisht e gjithë, çfarë do bësh tani? Se doktori nuk t'ikin aty e ke, dhe edhe pas larg qof, kur të mos jetë doktori, ai do t'jetë kryetar dhe disa vjetore, pasi të mos jetë. Ti qa do bësh? Tani, po nuk iku Sali Berisha, Flamur Noga, Albana Vokshi, unë nuk them në të derë të se partije. Nuk më shkel aty. Nuk shkel, thua ma. Ose unë politikë do të vazhdoj, po mi nga që tjetë politikë dhe shtikoj pas ta. Ti bëjmë pyetje Dashi, po. Pyetje, po bëjmë pyetje urgjente të... O Dash, një pyetje, ti e përmendë pak më parë. Ti e përmendë pak më... Po, e përmendë pak më parë, po thjesht bëj një pyetje tjetër. Po shifja gjithë rezultatet e momentit, po i konsultoja gjithë rezultatet, dhe konstatoj që në zonën tënde pra të Peqinit, rezultati Partisë Socialiste me Partinë Demokratike është 72 me 22%. Do më thënë është diferenca më e madhe në çdo cep të Shqipërisë. Edhe me Malia e TPD në këto nuk e gjen atë diferencë. Tash çka ka ndodhur aty te Peqini jot, që është kjo diferencë kaq e madhe? Tani fatkeqësisht edhe fatkeqësisht PD-ja është dedikuar me mua dhe me pakitorët e mi me fisin tim në Peqin, se deri 2005 s'kishte fituar ndonjëherë. Po pra, po çfarë ndodhi atje pra? Po kjo ndodhi iku Dashi dhe ku shkon votat? Shkon votat e PS? Iku Dashi erdhi Delia unë ra loja. Dhe ikën votat e PS, votat e Krashit. Nuk kam punuar se mu më përdu nga partia. Më thanë, ti një pa vlerë, më thanë, asë një hapër, asë një hyllur, dhe unë i thash, pa provojnë, meritet i merë një vetë, unë e marrë për qësi vetë. Ka që thjesht ke punë. Dashi. Falenderoj të vetë. Jo, sigurisht, po ti mendon tani që punët nuk janë mira, apo ja? Si shkon kjo jetë, vej? Në te, ky e drama, ky vazhdon gjatë. Edi Rama. Ylli. Lideri madh tani vazhdon ai. Si e mendon? Ylli, mund ta mbyll lutem se jam në mision tjetër, që do dushi ndjes, ha? Do dushi patjetër, ai. Nisë urgjent. Jo, po nuk del njeri. Unë në Xhaferin dhe ty dhe mora, nuk del. Ore kam bërë 100 telefona, mazalla, janë fshehur. Heshtje zgjedhore. Heshtje zgjedhore. Për PD-n heshtja zgjedhore filloi tani.